Pas ndaljes së shërbimeve të ndërmarrjes trafiku urban për herë të parë që nga themelimi i saj, përfaqësuesi i lëvizjes vetëvendosje në Prishtinë, Gëzim Zveçla, ka akuzuar kryetarin e komunës së Prishtinës Përparim Rama për keq përdorim politik të ndërmarrjeve publike. Sot komuna e Prishtinës po përballet me një keq përdorim të paprecedent të institucioneve dhe ndërmarrjeve të saj publike. Kryetari Përparim Rama i ka vënë ndërmarrjet komunale në funksion të propagandës së LDK-s, në përpjekje për të ndërtuar një narracion të rrem kundër qeverisë dhe lëvizjes vetëvendosje. Ky është manipulimi pastër politik, i planifikuar dhe i qëllimshëm, tha Zveçla në një konferencë për mediat, duke theksuar se ky narracion është vazhdimsi e fushatës së Ramës në zgjedhjet lokale dhe po përdoret si kaos për zgjedhjet ardhshme nacionale. Sa i përket buxhetit të kryeqytetit, ai rikujtoi se komuna e Prishtinës i ka kaluar të gjitha afatet administrative dhe ligjore dhe se buxheti i Republikës së Kosovës është miratuar në kuvend pa përfshirjen e buxhetit të Prishtinës. Sipas tij, narracioni i ngritur për bllokadë nuk është fare i vërtet dhe të vetmit bllokues të buxhetit të Prishtinës janë Përparim Rama, LDK dhe lideri i saj Lumir Abdigjiku. Zveçla akuzoi partitë e deridjeshme opozitare se po e përdorin çështjen e buxhetit për përfitime elektorale. Partitë opozitare LDK dhe PDK nuk kanë dashur ta miratojnë buxhetin e Prishtinës sepse kjo ju shëben për fushatën e tyre në zgjedhjet e ardhshme, u shpreh ai duke theksuar se këtë e ka konfirmuar sot edhe presidenti Vjosa Osmani kur tha se kuvendi ka pasur të drejtë ta votojë buxhetin e komunave. Ai shtoi se qyteti po bëhen pasojat e siç e quajti ai mungesës së përgjegjësisë dhe strategjisë bllokuese politike nga ana e kryetarit Rama dhe LDK-s. Zhvillimi i qytetit është sabotuar dhe kjo me synim elektoral, tha ai. Zveçla kërkoi ndërhyrje të menjëhershme te organet e drejtësisë, të nisin hetimet e plota dhe ta trajtojnë pa vonesa të gjithë donacionin që e kemi bërë ndër vite për keq përdorim në komunën e Prishtinës dhe për keq menaxhim në ndërmarrje publike, të cilat sot rezultuan në bllokimin e qytetit. Zveçla kritikoi edhe menaxhimin e ndërmarrjes trafiku urban, duke thënë se vetëm gjatë vitit 2025 ka pasur mbi 100 persona, kryesisht militantë partijak të PDK-s dhe LDK-s, duke rënduar stabilitetin financiar të ndërmarrjes. Ndërmarrjet janë të qytetit, jo të partive, ato janë të punës e nuk duhet shërbejnë si mjet për propagandë. Askush nuk ka të drejtë të përdorë ndërmarrjet komunale publike në shërbim të politikës dhe propagandës, nënvizoi ndër të tjera ai.